e kryeni një punë shumë të rëndësishme. Rezultatet e pasakta të analizave janë shumë të rrezikshme dhe të njëjtat mund të krijojnë probleme të mëdha. Specialistja e biokimisë klinike, doktoresha Valbona Dedaj Prendi, është shprehur se në rezultatet e pasakta interferojnë 3 faza të procesit analitik, duke dhënë detaje për këto faza. Në rezultatet e pasakta na interferojnë 3 faza të procesit analitik, siç janë faza preanalitike, analitike dhe postanalitike. Do të thotë unë vetëm sa ceka fazën preanalitike, gjitha ata faktorë ndikojnë që një rezultat mos të jetë i saktë. Pastaj është faza analitike, që është marrja në mënyrë jo të duhur e mostrës, ndrimi i identitetit, shembull ndrimi i mostrës. Pastaj është përzierja e vrullshme që mund të na shkaktojë hemolizë. Pastaj është kontrolli dhe kalibrimi jo i rregullt i parametrit i aparatit biokimik. Do të thonë janë një sër faktorësh edhe analitik që ndikojnë që një rezultat mos të jetë i saktë. Pastaj janë edhe faza postanalitike që ka të bëjë me interpretimin jo të saktë të rezultatit, ndrimin e rezultatit e tjera. Do të thotë gjitha këto faktorë bëjnë që një rezultat mos të jetë i saktë. Specialistja biokimisë klinike ka shtuar se shumica e gabimeve laboratorike ndodhin nga përgatitja jo e mirë e pacientit për realizimin e testeve laboratorike. Shumica e gabimeve laboratorike ndodhin pikërisht nga përgatitja jo e denjë e pacientit për realizimin e testeve laboratorike. Këtu vlen të theksohet fakti se 70% e gabimeve ndodhen në këtë fazë. Për këtë arsye, pacientët duhet të jenë sa më të përgatitur, qoftë me ushqim edhe me gjendje fizike dhe psiqike, do të thonë gjitha aspektet ndikojnë në realizimin e parametrave biokimik. Specialistja Dedaj Prendi ka treguar se si duhet të përgatitet pacienti para realizimit të testeve laboratorike në mënyrë që të shmangen rezultatet e pasakta. Pacienti duhet të jetë esull, do të thotë 8 deri në 12 orë para realizimit e parametrave laboratorik, nuk duhet ngrënë ushqim përveç ujë. Pastaj nuk duhet të ketë ngarkesë të rënda fizike, sepse edhe këtu ngarkesa na bëjnë që të rrisen disa enzimat të cilat dalin rreshëm pozitiv në mostër, siç janë laktat dehidrogjenaza dhe kreatininaza. Pastaj këtu interferon edhe përdorimi i alkoolit, përdorimi i duhanit, mandej edhe gjendja psiqike, sigurisht një pacient jo i qetë, prap kemi interferenca në rezultat. Pastaj kemi interferencën e medikamenteve, çdo medikament ose supliment i marrur na ndikon sigurisht në parametrat laboratorik. Tutje specialistja e biokimisë klinike Dedaj Prendi është shprehur se pacienti duhet të jetë i hapur me laborantin apo mjekun specialist në mënyrë që faktorë të ndryshëm të dëmshëm të mos interferojnë në rezultatet e analizave.